Nëse vazhdon që shtu kjo fjon ka mu shëndru në zinxhir. E atër veç ka mu përshkallëzu situata dhe ka me qenë serioze. E kam men me ju më qenë me një fjon dhe mos me lo me dalë deri sa të mirë në vesh. E që më përnë në shkejtë? Ani. Ja, mu. Sa është puna jote? Nuk është jo si qitar, bash puna jeme është me lyp përgjësi për teme për punë. Kjevin mirë atër të më zhëndi pra. Unë s'dal, ta ja fjallën, dal anej. Ani, ka problem. Ashtë po bojnë Bajram, ashtë kur gjojnë? Bajram e nesër. Jo e për Bajram ishtë marrë vesh jo. Për qytet kemi votu, kemi dhënë opsione që me dalë prej kësaj situate. Kjo çështje lidhet me pjesën tjetër. Edhe me bicikletë valla. Me bicikletë. Nëse ki marrë këtë punë hajgare vazhdo. So problem. Shumë faleminderit. Bie edhe me bicikletë. Veç ju mirë në vesh edhe në durë. Nuk kënçoj me dalë pa marrë. Se tash të jeni me fjon. Bajramin që të keni me fjon. Iniciativë po kanë. Do të dhe ashtë po bojnë Bajram, ashtë kur gjojnë? Bajram e nesër. Jo e për Bajram ishtë marrë vesh jo, keni pas për nesër e keni shty për sot. Keni marrë vesh. Shumë mirë e një marrë. Hajde ka kjo për krojnë për shumë. Hajde, panderës nga për ta. A e mirë. E kam men me ju më qenë me një fjon dhe mos me lo me dalë deri sa të mirë në vesh. E që më përnë në shkejtë? Ani. Ja, mu. Sa është puna jote? Nuk është jo si qitar, bash puna jeme është me lyp përgjësi për teme për punë. Po, bash puna jeme me fjon si simbolik, bash puna jeme është. Shumë mirë. Shumë të ma volin që jevin mirë atër të më zhëndi pra. Unë s'dal, ta ja fjallën, dal anej. Ani, ka problem. Nuk ka problem. Çfarë do lloj marrëveshje që ta bëjnë është hera 27 që po takohen, para prakisht e di që nuk kanë më marrë vesh, sot, se nuk janë marrë vesh që 26 herë. Dje, kur ishte në pyetje pushimi për Bajram, u morëm vesh me një herë. Se seanca e sotit ka pas me maj nesër, u morëm vesh, do thot për krejt po merren vesh për interesin e vet, për interesin qytetarëve nuk po merren vesh. Vesh po du simbolikisht me mbyll me një fjon të kuqe edhe me vazhdu ma tutje, pastaj me i gjetë format adekuate nëse nuk arrim sot, me i bind mu marrë vesh, me gjetë format adekuate me vazhdu këtë lloj proteste, se me të vërtet u shkatru shteti, u shkatru ekonomia, e kanë fut popullatën në depresion kolektiv. Këtë blokadë institucionale. Deputat, unë jam Marianit Koci. Vaši shumë, nema više izlaska vani, dok se ne dogovorite. Deputeti i vetë vendosës s'deshte ish me folë, do të thotë komplet një qytetar e injoroj edhe juve si media komplet ju injoroj, në rregull këtë tregojmë. Atë ne me kushu nesër për Bajram. E mos deni sa. A më ju marrë me fjalë që s'deni? Shtunën prap kemi më kthej shtunën se sa. Jo, është nesër dita parë. Nesër dita parë. Me tyja. Po, Me konstitu kuvendin edhe duhe me ecë për para për shumë. Ne kemi marrë për zotet, kemi votu, kemi dhënë opsione që me dalë prej kësaj situate. Kjo çështje lidhet me pjesën tjetër. Ka dhënë opsione zonë. Cilat opsione ka dhënë pjesën tjetër? Nëse ju zgjedheni, do të si kandidatë. A mendon që është në rregull ne me i thonë pjesës së opozitës na nuk ju votojmë në kryetar nëse nuk i gjeni njerëz të cilët ne jemi se kemi thënë. Unë s'po di, po edhe opozita, po si duket po friksos, si duket s'kan interes as këta me zgjedhë, se që Mevli nuk në alë hesh me folë. Ka dashur po bëra për çfarë? Veç për Bajram u morën vesh. E tjera s'u po merren vesh e shtyt ditën. Unë jam bërë me fillu data. Do gjum me ajo çes dhe pa u marrë vesh, çysh do të merren vesh. Hajde me bicikletë valla. Me bicikletë. Nëse ki marrë këtë punë hajgare vazhdo. So problem. Shumë faleminderit. Vi edhe me bicikletë. Veç ju merrni vesh edhe në durë. Dëgjoj, është besoj që sa shkëndijë. Edhe për neve është më irrituese. Është po nuk po. Na nuk kena mandat. Ai edhe ti për deputet po mos me dal derisa jo mi çasi çfarë edhe mos vanon. 11:05 që keni seancën 11. Që pas disa deputet po janë shumë konstruktiv.
po të gjitha partive janë edhe konstruktive dhe jo konstruktive. Pra nuk është kështu që ka pas ka marrë një parti qëndrim mos me komuniku me publikun ose me mediat, po individualisht. Nuk kanë cilë. Ndërtesën e kuvendin që shpeshon e veç policia po punoj kja. Edhe stafi për cilë, deputet, as nuk jënë ndedhë. Nuk kënë qëj me dalë pa marrë, që ta shtë një qili me fjallë, bajramin që të keni me pritë. Nëse i marrë vesh, një ta. Publikisht po edhe praktikisht gjithçysh mos me dalë Veç mos dhe një prisahës në regullë. Edhe muslimanani, 11-15 hala, 11-15. Hajde, potencialisht po kryjnë edhe ka nuk po do me folë, nuk kemi drejt me folë. Edhe një marrë vesh për pushim. Nuk kemi drejt me folë. Mas folë një vonu. Vesh jeni vonu 11 edhe njerë. Unë isha 11-20 nuk bajnë që shto vra. Nuk është shembull i mirë. Prit. Nuk është rregull gjithmonë. 11 ka do me mësumo. Ti o dash me. A më pyete për idenë tonë. Unë do të pyes edhe një herë, avokat, a duhet me mbyll seancën? Duhet se ju s'po merrni vesh. 27 herë s'ka mbot që shtu çka keni bërë. 27 herë mos milion. Nuk keni jo. Moni me pozitive. Jeni marrë veç për me bo festën e Bajramit. Veç për që ata jeni marrë veç. Keni pas nesër, mas jo Bajrami keni shty për sot. Pa e ditë fajtorin, së në zgjidhëm që Po mi, s'po doj me ditë fajton apo dem zgjidhje për juve. Ju kem dhënë votat, hiç s'na intereson Bajrami. Unë ta bona krahatsimin me Po e ki po shumë gabim. Shumë gabim. Po m'vjen shumë keq. Me thonë gjithë kanë faj, avokat te studentat. Mos i përdor. Me thonë gjithë kanë faj, është me thonë duhet të ndosë Deri që tu në sallë sajni gjithë keni faj, gjeni zgjidhje grana s'po na intereson hiç. 11 ka byt me fillu tanka. Edhe më shumë se gjysma e deputetëve nuk që e kanë thënë. Sot me kuptoj që ka praktike zakonshme këta me ardhë përdojnë. Tjetë, rritë atje e she. Hajde, po qita qëto, që të të Simbolikisht e mbylla derën e kuvendit, kom kërku prej gjithë deputetëve që i kom taku sot, me ndajt në ndërtesë derisa të arrin një marrëveshje politike, çfarë do qoftë ajo, nuk kam asnjë anim politik, thjesht po du me fillu me funksionu kuvendi, këtë kanë obligim, për ndryshe me këtë formë. Kjo është sot e 27 herë, edhe na paraprakisht e dim që edhe sot s'kan mu marrë vesh, këta potencialisht jo vetëm që po i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po kryjnë edhe vepër penale, mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv, nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Mos me folë që po e simulojnë që po punojnë, e në fakt nuk po punojnë, aty të në këtë elemente veprës penale të mashtrimit, edhe potencialisht mundet me qenë dhe kesh përdorimi pozitës zyrtare. Me të vërtet, kjo është katastrofë që ka po ndodhë, po që ka më bo një përshtypje, shumica deputetëve kanë ardhur me vonesë. Unë tash për juve gazetarëve, po e kuptoj që këta gjithmonë po voneshin. 11-20 vjen deputeti këtu me vonesë dhe vjen na shetmen. Po kjo s'ka fat kuptimi, nëse deputet nuk e fillojnë seancën atër kur e kanë caktu, nuk mundën me prit prej zyrtarëve tjerë me fillu në kohë. Si që pat, asnjë parti nuk pat ndonjë qëllim mosmunal, pra krejt ishte te individ, e patëm një deputet PDK-s, i cili tha ti nuk mundesh me na nal neve, ta se s'është puna jote, a nuk e din që qytetari e ka detyrë me lyp përgjegjësi, edhe drejt edhe detyrë me lyp përgjegjësi prej një deputeti, pa deputet PDK-s që kanë shumë korrekt, shumë të hapun edhe ndaj juve, mediave edhe ndaj meje, e kolegut tim, edhe të vendvendosjes, edhe të partive tjera, madje edhe të lista sërbe u tregu që është shumë konstruktiv. Kërkova që deri në marrëveshje mos me dalë për ndërtesës, në fakt për këto 27 herë që janë taku, vetëm në marrëveshje që kanë arrit edhe ato mënyrë unanime është marrëveshja që nesër mos me punu për shkak se është festa e Bajramit. Pra dje u morën vesh shumë lehtë për këto, për asgjë tjetër nuk po merren vesh. Ky është hapi i parë imi. Mbram kom pas shumë përkrahje të madhe masi që shkrova postimin. Si që po shini, na jem shumë ma të disponum me dhamë përkrahje se me dalë vetë këto. Do të shiqaj në të ardhmen si do të
vazhdoj kjo lloj e protestës, sot u bloku dera me këtë fjalë. Kishte deputet që këtë punë edhe si hajgare pak e morën, unë reagova shumë mashmi, tash nuk jem dalë të me bo hajgare, se populli s'po ka buk me hangër. Po, nëse vazhdon që shtu kjo fjon ka mu shëndru në zinxhir, e atër veç ka mu përshkallëzu situata dhe ka me qenë serioze, në këtë fazë unë do të shiqoj cilat veprime do t'i ndërmarr, por me të vërtet këtu po e përsëris mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv se këto bllokime po vonë për marrëveshje politike. Nëse bën ti një bllokim të kuvendit për një marrëveshje politike, atër ajo është korrupsion pasiv.